Një nga provat për të vërtetuar nëse mjalti është bio dhe pa sheqer të shtuar është kjo. Është një provë shumë e thjeshtë, marrim një lugë mjalt, e hedhim në një pjatë të cekët jo të thellë, i shtojmë ujë dhe fillojmë dhe përhapim ngadal derisa të shohim nëse mjalti nga përhapja do të krijojë formën e hojeve apo jo. Siç e shikoni, hojet u formuan. Mjalti është bio dhe pa sheqer të shtuar. Mund ta provoni dhe ju në shtëpi, është një nga prova sepse janë disa prova që vërtetojnë nëse mjalti është apo jo bio. Kjo është njëra nga ato, në cila është dhe fare thjesht. Unë e bëra në shtëpi këtë provë dhe dallon edhe hojet e krijuara. Mund ta provoni edhe ju.